Mbrëmjen e djeshme, Bashkia Lushnjë organizoi koncertin festiv Lushnjan Fest në sheshin para bashkisë. Emrat e njohur të muzikës së lehtë dhe popullore lushnjare dhe jo vetëm, si Eranda Libohova, Erik Loshi, Ergita Bahja, Valbona Hekurani e tjerë dhe grupet valltare me valle popullore dhe kërcime aerobike, interpretuan para publikut lushnjar. Ju vini që nga laj, këngët e pastrat vendit tim, me marë të rëse shpidin kyta përë, se mërti e di të mëngë të mbaja, majde se u për t'ju ngara. E pranishme në këtë event ishte edhe zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, e shoqëruar nga kryetarja e bashkisë Eriselda Sefa, ministri i financave Petrit Malaj dhe kandidatët për deputet të Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit. Atmosfera festive shoqëroi publikun për rreth 1 orë e gjysmë.